lidhur me protestat që po zhvillohen në Tiranë dhe më shumë me një përplasje që ka pasur kryeministri i Shqipërisë zoti Rama me një zëdhënës të Ministrisë së Jashtme iraniane, ku ka pasur disa replika lidhur me qëndrimin që ka pasur zoti Rama se pas kësaj proteste qëndrojnë dhe iranianët. Realisht besoni që ka, po themi, influencë iraniane në ngritjen e këtyre protestave që po zhvillohen prej gati 11 ditësh në Tiranë dhe si e shikoni këtë lloj, po themi, mënyre të zotit Rama që të bëj replik me një zëdhënës të Ministrisë së Jashtme iraniane? A besoni që më shumë është për diskursin publik apo ka një të vërtetë që pas këtyre janë iranianët? Rama është në panik. Rama është ai që ka sjell këtë situatë deri këtu. Polemikët apo kundërpërgjigja ndaj zëdhënësit të Ministrisë së Jashtme iraniane tregon që Rama po që se ka në goditje për opinion në Shqipëri, për opinionin publik, që ja, sepse armiqët aja grupa e Beqir Ballukut u zu shumë shpejt. Dhe nuk dallo shumë, thëmë drejtën, ndoshta në aspektin kohor mund të kem dallime, 40-50 vjeçare, ama tepër, por në esencë është një propagandë e njëjtë. Nga se ai popull nuk është në organizimin, survejimin dhe tër startin dhe fillimin e tyre e ka bërë një mbledh i popullit që nuk lidhet ekskluziv vetëm me disa aktivitete të cilat janë jashtëzakonisht të rëndësishme. Edhe në Çipër ka nisur kështu të marrin resorte dhe sot dikon parashihet që janë me 2-13.000 banorë që kanë ardhur nga një palë tjetër dhe kanë arritur që parashihet në decile tashme që ka 20% e popullsisë së Çiprës juore, kuptohet. Dhe mendoj që në pyetjen e juaj të jem sa më konkret, Rama me qëllim ka dashur ta shpik, mund të them një grup të tillë ose një infiltrim, nuk përjashtohet mundësia që për shkak të asaj që ka vepruar kryeministri Rama, jo Shqipëria, mund të jenë të gëzuar, të ngazdyar me jekjen nga regjimi ose nga qeveria të Ramës. Kjo është pas e qartë. Ama iranianët të jenë ata që e kanë iniciuar protestet në Shqipëri është qasharak, është lojë e cila nuk shitet. Po them këtë që për mua janë dy arsye. Tër, mund të them, qoftë dukja jashtme e të rinjve dhe të rejave në Tiranë dhe protestuesve është evropiane. Nuk ka të bëj absolut me një dashuri apo për mullat apo sistemin e regjimin e Iranit. Do thotë është besisht e demantuar. Bile në protesta ki grupe të cilat janë feministe mund të jenë, nuk jam kundër absolut kundër asnjë drejtet e cila tentojnë të paraqesin ose të reklamojnë grupe të ndryshme, por do thotë nuk përngjan shiqo Tiranën, është se të jetë Parisi apo Berlini, do thotë dhe kjo po edhe në aspektin mental, do thotë faktori i dytë është që Shqipëria dhe ne shqiptarët jemi pjesë kontinentale e Evropës. Hajde ta marrëm për një moment sa i pat që dëshirë ti angazhoj ato, jo xhamiat, jo gjitha këto. Jo, shqiptarët nuk janë bajrak të religioneve. Ne jemi një popullat e cilat në një mënyrë përcjellëm trendet me të cilat mund të na godasin ndonjëherë, por ne mbajmë sidomos sa i përket asaj që ka të bëjnë aspektet dhe konsenzusit të 3 religioneve. Kuptohet Islamit më të madh, se ndonjëherë njerëzit të hezitojnë ta thonë këtë. Në përgjithësi të shqiptarë dikun 85-90% përbën muslimanët, po flas
komplet me shqiptarët, Maqedoni, Shqipëri, Kosovë, marrë zgjedhjen e diasporë. Dhe kjo është mirë, po edhe pjesa tjetër e pakicës krishtere ka jetuar në konsistencë dhe në mirë kuptim jashtëzakonisht të plotë, sidomos sa i përket aspektit të unitetit kombëtar dhe arritjes së qëllimeve nacionale të shqiptarëve në përgjithësi. Dhe kjo mendoj që ajo pika ku prek kryeministri ka gabim, nga se mendoj ky uragan nuk mund të dalet, them drejtën. Unë e shoh kështu, uragani këtyre protestave në Shqipëri është problematike, është shumë vështirë të ndalet. Por me Iranin, do thotë, me duket që ka pas qejf Rama që pastaj të fut panik të masat dhe të protestuesit, se mos ta qenë ka këto një gogol dhe një organizim i Mujtaba Hamnejt dhe ne do mbaroj përkrajat në popull mund të bie. Kjo është taktizimi i tillë i urtë. Ka pasur mjaft thirrje gjatë protestave dhe pankarta që shkruhej ose thuhej duam Albin Kurtin kryeministër të Shqipërisë. Në fakt Albin Kurti ka pasur probleme me zgjedhjet në Kosovë që shkoi përsëri në zgjedhje dhe humbi disa deputet nga që kishte në zgjedhjet e kaluara. Pra, si shikoni këtë që ata shqiptarët e Kosovës duan Ramën dhe shqiptarët e Shqipërisë duan Kurtin? A mund ta bëjmë një rokad mes kryeministrave? Vallai kisha thënë që është problematike, se pastaj na nxjerr probleme me tokat tona në Kosovë, sepse ai ka dëshirë të japë resorte për aktivitete që mund sillin dobi, por ky ndrem, ky tram i tillë kishte më qenë ky shkëmbim i rrezikshëm, nuk e pranojmë. Por kuptohet është batute juaja shumë interesante. Jo, mendoj që ne kosovarët pak a shumë që nga i demonstrimi i Ramës Beograd, pa të përdorur një fjali atje që ndoshta ka qenë edhe një lloj marrëveshje me Vučićin që ta nxej, ta emocionoj sidomos neve në Kosovë. Mendoj që kosovarët pak a shumë kur të përmenet që infiltrimi grek, serb në këto protesta, pastaj kjo shitet malet në Kosovë. Sepse ne kemi hjek sidomos ato problematikat me serb. Do thotë thirrjet e duam Albinin, besoj ndoshta nga fryma asaj që mendojnë që ka qenë ta qenë një lloj sovranisti në aspektin e asaj ndaj faktorit ndërkombëtar në sjelljet e tij, meqense nuk e besoj ashtu krejt. Dhe mendoj që një ndryshim, një 2021 të sjelljet e Shqipëri ma tepër ka qëllimin këtë frymë. Edhe pse ka simpatizantë të vet, ka më duket edhe një lloj përfaqësie në Tiranë, ku udhëheqet nga disa eksponent që përkrajnë lëvizjen vetëvendosje. A do kenë fatë Shqipëria të ketë një lëvizje të tillë, e cila së paku për momentin mund të arrin ta jë nga pushteti një njeri që po jenë në vitet 16 atë pushtetit dhe ka bërë domet më të mëdha që ndoshta në një moment për momentin mund të thuhet lirisht që është vështirë të riparohen. Por vonë nuk është kurrë. A do jetë një lloj simbolike e transferimit të pushtetit dhe ardhja një lideri të tipit Kurti në Shqipëri? Besoj lus që të jetë një transformim i tillë në pushtet ku do vinë forcat të cilat me lejo ta them atë fjalën e Lusish, ambasadorit në Shqipëri. Faleminderit që e doni Amerikën, por ju shqiptar keni nevojë ta doni më së pari veten. Do kishte më qenë mirë edhe ta dim ta duam Amerikën, por hapin e parë ta duam veten. Pse kjo kthes kur kishim disa kohë që kishe një armë pushim dhe kishim po aq kohë sa flite për një marrëveshje mes Iranit dhe Shtetit Bashkuar të Amerikës? Ne kemi rifillim dhe tash kemi deklarat nga Komanda Qendrore e trupave amerikane për lindjet mesme që ka përfunduar misioni dhe kemi hyrë tash në një fazë kur kemi goditje dhe pastaj ndërprerje dhe përfundimet të këtyre aksioneve. Nuk është një taktizim i tillë i cili a ka për qëllim
të sjell rezultat, apo të vazhdojmë dhe të krijohet një ukrainizim i ri i lindjes së mesme, besoj se lindja mesme edhe para Ukrainës ka një histori gjatë të luftëve dhe konflikteve. Por rreth Iranit ekskluzim, mendoj që kemi një Ukrainë të re. Sa do jetë gjatësia këtyre veprimeve, goditje, pastaj ndërprerje goditjeve, arpushimi të zgjatët, të rifillojnë bisedimet, ndërmjetësimi pakistanez, dhe kjo është më duket një aktivitet i cili në një farë mënyre i lë të dyja palët në ethe. Dhe mendoj që goditjet e brendshme, se kundër goditja iraniane ka qenë, më duket, bazat e menjëhershme, në kryesisht vendet e Xhirit, Bahraini dhe Kuvaiti janë goditur, dhe më duket forcat jordaneze, po ashtu të Jordania është goditur nga raketet dhe dronët iranian. Por mendoj që në aspektin strategjik nuk është një risi e re, mund të kemi edhe në të ardhmen këso goditje, por jo ndoshta luftime të përbasave dhe të përshkallëzimit në nivel të një lufte jashtëzakonisht të përgjakshme dhe e cila mund të ishte me një rezultat jashtëzakonisht negativ, jo vetëm për Iranin dhe lindjen e mesme, por edhe më gjerë. Lutja, ka shanse që të kemi një marrëveshje dhe një armpushim, domethënë që të mos ketë jo po fillojmë luftën, jo po bombardojmë përsëri, pra të ketë një lloj paqe të qëndrueshme në linjën e mesme, dhe ka pasur mjaft deklarata për një marrëveshje të mundshme që nuk do i pëlqej Izraelit. Çfarë nuk kupton kjo? Po, nuk do kem paqe. Në linjën e mesme, arritja e një paqe është, mund të kem një marrëveshje e cila do sillte rezultate dhe efekt tash për energjinë, një qarkullim i lirë i burimeve të naftës dhe gazit, që do ishte mirë për botën. Por për vendet përreth, mendoj që nuk do jetë një stabilitet dhe një paqe që mund të pritej ndoshta e pranueshme, nga se ky regjion është i lodhur me aktivitete luftarake. Sidomos flas ke edhe atje malltar të mëdhenj dhe kapitalistë të mëdhenj, flas për vendet e Xhirit, por në pjesën e lindjes së afërt që nënkupton pjesën që nga Siria, Iraku dhe deri te Sinai atje, kam fjalën për Palestinën dhe Libanin, aktivitetet të cilat janë të pandërprera dhe që kanosin jetën e njerëzve, do vazhdojnë edhe në të ardhmen, fatkeqësisht, nga se paqja nuk mund të arrihet pa solucionin e dy shteteve, Izraelit dhe Palestinës. Sidoqoftë kjo ndarje të territori duhet të jetë në mënyrë të barabartë dhe s'ka minimumi i vijës së kufirit të vitit 1967. Por më duket që Izraeli është në pozicionin që dëshiron që të ketë aktivitete të tilla dhe të ketë, më thëmë, destabilitet përgjithësi të regionit. E para arsyeja janë zgjedhjet, të cilat mund të them që mund të dalë fitues prap kryepersonazhi i gjithë të keqës në lindjet e mesme, mund të them drejtën, e kësaj figure. Dhe që ndrojmë që prap mund të kemi vetëm eskalim, jo një lloj detanti të mirëpritur nga të gjithë, mendoj, edhe jashtë regionit. Dhe dyta, Libani është pika nxehtë e cila në një farë mënyre ka qenë apetit dhe pretendim jo vetëm i kryeministit të tashëm, por i tërë qeverisë izraelite, që nga vitet, mund të them, 80, fillim vitet 80, Izraeli pretendon që këtan lumit litan të ketë kontrollin, ose spaku të jetë aja faza parë e projektit të Izraelit të madh. Do thotë këtu
këtu fillon e gjitha, pastaj për të kaluar në pjesën druze në Siri dhe ato apetitet do thot deri te Eufarti. Për pyetjen e juaj mendoj që Izraeli momentalisht paralajmëron që ka kapacitetet të njëkohësisht të zhvilloj luftime në frontet kundër Turqisë, Egjiptit, Iranit. Që do thotë në pikë pyetje që më tepër është në zhargonin propagandistik se sa realist. Ai ka problem me Hezbollahun atje, IDF-i në pjesën jugore. Por sidoqoftë, për momentin më duket që amerikanët me Izraelin kanë një bashkëpunim të tillë i cili tenton të krijojë të mbaj fuqinë izraelite dominimit në këtë region që është e pambajshme. Do thotë është çështje e përfunduar, nuk mund të jetë Izraeli ai i cili do kontrolloj situatën, edhe pse ka fuqinë, dorën e zemër, ka kapacitete të tilla, shivet ato nisiti 669 i cili shive që ka pas dhe mund të ketë ende baza në Azerbajxhan, në vende tjera, i rasti me Irakun, në asaj bazës ku është gjatë luftës 40 ditore Irani. Gjitha aktivitetet, sidomos në pjesën ku lidh atje pjesën e Jemenit dhe ato gjithë ndarjen e detit të Kuq që bën në pjesën afrikane, të cilët ndikimi i Izraelit është jashtëzakonisht i madh. Po sa mund të arrijë të qëndrojë në këtë mund të them format është pikë pyetje. Lutja, është penduar Donald Trump që u fut kësaj lufte dhe besoni që po themi tashmë ka një lloj vigjilence ndaj propozimeve të Izraelit? Sigurisht ka qenë gjatë ditës së djeshme në raport jashtëzakonisht interesant i Germana Force, një ekspert që ka bërë një analizë edhe në vetë Amerikën, ku vjen e përfundim që Trumpi ka nënçmuar, nuk e ka studiuar mirë fuqinë e Iranit. Dhe kjo nuk është ndoshta fajtor vetëm Trumpi, sepse ato analiza dhe të gjithë ai studim vjen nga njerëz tjerë, nuk do thotë që presidenti i tij ose ky kalibri i cili vjen nga bota e biznesit, ndoshta nuk merr shumë vesh në këto fusha, por i ka të sejuar nga ekipet të cilat i sjellin, sidomos nga inteligjenca ushtarake, por edhe nga shërbime tjera të fuqishme amerikane, që Irani është një fuqi e cila realisht ka treguar që çdo herë po flas në luftë asimetrike, është shembull të jap një përgjigje të tillë ende fuqisë kryesore të botës. Dhe kjo më duket që është ajo problematika që amerikanët ose njerëz që kuptojnë këtë fushë mendojnë që Trumpi ka bërë gabimin e madh që se ka pas edhe instruksione të tjera që nuk mund të goditet Irani sepse do kemi problematika të tilla. Për momentin të them diku llogaritet për 400 miliardë është damet, flas në infrastrukturën iraniane, sidomos në atë ushtarake, por edhe civile. Vendet e gjirit kanë llogaritet humbja e tyre të jetë mes 140-160 miliardë. Dhe amerikanët që sipas deklarimeve të tyre pas 40 luftimeve shkojnë deri në 50 miliardë. Ato shifra janë vetëm në kapacitetet brenda territorit të limituar gjeografik me aripërmbajtësit e tyre dhe pastaj me shpenzimet të cilat janë përcjellse për mirëmbajtje dhe aktivitete që kanë të bëjnë me furnizimin dhe bazat e tyre të cilat janë goditur llogaritet diku në 50 miliardë, që por ata që janë serioz kuptojnë që diku edhe ja 3 fish janë shpenzimet amerikane. Dhe kjo është jashtëzakonisht e kushtueshme për ta paguesin amerikan, meqense në aspektin, do të them, të përfitimit të kësaj lufte
kur flasu për lekun apo dollarin, nuk është as Kina, as Federata Ruse janë kompanit më të mëdha amerikane. Kjo është mas e vërtetë.